Heqja e monopatinave nga qarkullimi ka ngjallur mendime të ndryshme mes qytetarëve, ndërsa një pjesë e tyre mbështesin vendimin duke konsideruar të nevojshëm për sigurinë rrugore, të tjerë mendojnë se në vend të ndalimit duhet vendosur një rregullore posaçme për përdorimin e tyre. Jam dakord, zotin se fëmijët po marrën rrugëve, po aksidentohen, po bëjnë, po dhe ne, unë par dje bile isha këtu duke shkuar në punë, një djalë i gjatë, uaj, thashtë kishe nana avash, gati u përplas me mua, unë me bicikleta, avash. Kështu që ma mire ka bërë. Ose të vilet një liq për shmbarit, të kenë kokoren, të kenë atë të shpejtësisë se sa duhet me esë, se kështu gjuna për veten, edhe atë tjetrin, se gjuna e merë në qafë dhe atë tjetrin. Me thënë drejtën, unë nuk jetoj këtu pa e liva aty, dhe më duke drejtë, sepse derisa janë certifikume prej Europës, normal që duhet me i përdor. Kënë bërë shumë mirë, a shumë bekim, që i kënë hekë, për arsye se ishin stres. Edhe plus me mërojt fëmijët tanë një herë e para punës. Plus edhe familjar do të mi thirrë edhe mendjes, sepse është gjë shumë keq. Sepse ne si kena edhe kushtet për ne. Dakord jam, se këtë kena fëmijë, kërkojmë i bleje një dete, dakord jam me hekë, se kam pas shumë një skandale të shëtit fëmijët në për midis makinave gjana, për mendimin tim. Me hek nga qarkullimi, unë nuk jam dakord, por që të vehen në punë, me nga disa rregullave jam komplet dakord. Pavarësisht mendimeve të ndara, qëllimi mbetet i përbashkët, garantimi i rendit dhe sigurisë në rrugë. Ndërsa pritet zbatimi plot i ligjit, qytetarët kërkojnë më shumë qartësi mbi rregullat, që do të përcaktojnë përdorimin e monopatinave në të ardhmen.